s'kom pas tu t'heq, deri momenti që akum nis muzikës. Kur akum nis muzikës, sa të pak më ka rrove të besime se u kon këgja një kohë shtirë. Po, tash, e kum kalu, jam tepër mirë edhe tash jo që kam të besim. Po, e pandalshme, Anisa. E pandalshme, jam. Ke pas këtë themi në tuaj vetë besim, tek vetja jote edhe në fillimet e tua, apo të është kriju me kohë? Se zakonisht një prej pikave në themi që mas shumëti i stopon trejat me ndjek ëndrat e veta, me ndjek pasionet e veta, është kjo frika, pasiguria tek vetja, ti sidomos që ke fillu me një moshë ka shtre, ku e ke gjetë ndoshta atë vetbesimin që me vazhdu ëndrat e tua? Unë me vetbesim ku një. Te i për shumë ku më pas vetbesim. Se më kanë halit shpis prej e vogël, kje ka mu bë diçka, se jam kanë edhe vallet pullore. Prej fëmijë, më kanë gjithë jam marrë me diçka. Edhe ashtu s'kom pas tu t'heq, deri momenti që akum nis muzikës. Kur akum nis muzikës, sa të pak më ka rrove të besime se u kon këgja një kohë shtirë. Po, tash, e kum kalu, jam tepër mirë edhe tash jo që kam të besim. Po, e pandalshme, Anisa. E pandalshme, jam. Edhe pse mos me qenë, edhe është shumë inspiruse, kur një vajzë e re me një moshë ka stresi ti, i ndjek ëndrat e veta edhe i realizon ato. E përmende pak këtë punën e manifestimit edhe është një diçka shumë e mirë, nuk do me thonë patjetër mu lidh me një farë bote spirituale, se nga njëherë keq kuptohet kjo pjesa e manifestimit për qatë arsye, po edhe thjesht që them i shkrujt me një letër, ëndrat e tua, ose të metat edhe të mirat e tua, edhe si që them nga njëherë me kohë, pas një kohë e shet që u realizun. Në një mënyrë ose një tjetër, ja ke hap vetit derën për me u realizu qaj ëndër. Është një këshill shumë e bukur që edhe. Po, është tepër sa një mirë, më ka një mu shumë normal. Unë e besoj Zotin shumë. Edhe me fuqinë e tina, nëse të ku marrë qëtu ku jam, edhe jam shumë i lumëtër. Edhe i ke kalu krejt sfidat. Veç që kum kalu sfidat më të madhe që kanë një jetë vdekje për mu, për që ajo adën tjera atësa në hejtë s'ka rëci. Shumë e vërtet. Edhe kur sfidohesh me një diçka kaq të madhe si që është shëndeti, ta krijon po besoj një perspektivë krejt tjetër për jetën. Është ndryshe jetën tash. Po, edhe t'jep ma shumë vullnet. Zakonisht, qysh i trajton, themi këto komentet negativa. Je person që veç janë ashkaljon, po flasim ma shumë për këto rrjetet sociale, se tash roll herë që ato komente negative vinë në thojza live ose në person. Zakonisht që ata njerëz dhe edhe ata që të komentojnë negativisht, kur të shojnë live, shuhet ajo e negativja, po këto rrjetet sociale po ja u jepin atë qasjen shumë atë madhe se sa e kam pas ma heret njerëz me thonë lloj gjëra. A je person që veç i te i kalon, apo munohesh me i adresu vende? Me të kaltu drejt shpesher edhe ja u kthej po i hajgore. Nuk e hitë se kam problem heq. Po. Adin ja u kthej, jo me thonë njëjtën monet, po ja u kthej si hajgore dyqysh. Shpesher dhe s'po, shpesher as nuk i lexoj, tash mama ti ku fshi komente, tash as nuk i fshi, nuk s'merra me tu heq. Po. Veç next. Next. Veç vazhdojnë. E vërtet edhe